Sipas raporteve të pakonfirmuara që kanë qarkulluar së fundmi në internet, Kina mund të jetë përballur me përplasjen më të rrezikshme ushtarake të brendshme që nga viti 1971, kur vdiq në rrethana misterioze shefi i ushtrisë së Mao Zedongit, Lin Biao. Në qendër të këtyre zërave qëndron emri i generalit Zhang Yuxia, nënkryetari i Komisionit Qendror Ushtarak dhe një nga figurat më të fuqishme të ushtrisë çlirimtare popullore. Sipas këtyre pretendimeve, më 18 janar një njësi ushtarake nën komandën e Zhangut do të kishte tentuar arrestimin e presidentit Xi Jinping në hotelin Yingxi në Pekin, thuhet se presidenti ishte paralajmëruar paraprakisht dhe se garda e tij qendrore reagoi me shpejtësi, duke çuar në një shkëmbim zjarri me viktima nga të dyja palët. Megjithse këto detaje nuk janë konfirmuar zyrtarisht, ajo që është fakt është se autoritetet kineze kanë pranuar arrestimin e Zhang Yuxias dhe të një antari tjetër të Komisionit Qendror Ushtarak për shkelje të rënda të disiplinës dhe ligjit. Historia e Partisë Komuniste Kineze tregon se grushtet e shtetit, spastrimi i elitave dhe eliminimi i rivalëve nuk janë fenomene të reja, që nga seancat e luftës të Mao Zedongit gjatë marshimit të gjatë tek pastrimi ideologjik në Yan'an dhe revolucioni kulturor, dhuna politike ka qenë një instrument i pushtetit. Rasti më i ngjashëm historik me situatën aktuale mbetet ai i Lin Biaos, i cili pasi ndihmoi Mao të ruante pushtetin, u shndërrua në kërcënim dhe përfundoi i eliminuar. Në mënyrë të ngjashme, Zhang Yuxia ishte një mbështetës kyçe i Xi Jinpingut përpara Kongresit të 20 të Partisë Komuniste e Kineze në vitin 2022, duke ndihmuar ato të siguronte një mandat të tretë pa precedent. Zhang, një general me përvojë reale luftarake dhe figure e respektuar në ushtri, pranoi madje të qëndronte në detyrë për te moshës së pensionit, por ndërsa Xi konsolidoi pushtetin dhe nisi spastrime të thella në ushtri, balanca e besimit u thye. Që nga fillimi i mandatit të tretë, Xi Jinping ka centralizuar pushtetin në një shkallë të paprecedent që nga koha e Maos, duke zëvendësuar general të lartë me figura besnike ndaj klikës së tij. Ky stil sundimi ka nxitur rezistencë të brendshme, sidomos në një kohë kur Kina po përballet me probleme serioze ekonomike, nga dalësim të rritjes, krizë të thellë të tregut të pronave, rritje të papunësisë të rinjve dhe rënje drastike të investimeve të huaja. Në planin e jashtëm, politika agresive e Xi ka izoluar Kinën dhe ka minuar projekte madhore si një brez, një rrugë. Këto dështime kanë dobësuar legitimitetin e tij, duke krijuar terren për rivalitet të brendshëm. Megjithatë, fraksionet kundër Xi, përfshin figura të vjetra të partisë, kanë hezituar ta largojnë atë nga pushteti, nga frika e destabilizimit të Partisë Komuniste. Nga perspektiva globale, pasojat janë shqetësuese. Zhang Yuxia konsideroi kundërshtar i një lufte me Tajvanin. Nëse Xi arrin të rivendos kontrollin e plot mbi ushtrinë pas këtij spastrimi, rreziku i një përshkallëzimi ushtarak në ngushticën e Tajvanit rritet ndjeshëm. Një konflikt i tillë nuk do të kishte pasoja vetëm rajonale, por globale, shkruan Francis Pike, historian dhe autor. Në përfundim, pavarësisht nëse tashethemet për një grup shteti janë të egzageruara apo jo, një gjë është e qartë. Kina ndodhet në një moment kritik. Lufta për pushtet brenda elitës, kombinuar me kriza ekonomike dhe izolim ndërkombëtar, e bën të ardhmen e vendit dhe stabilitetin global më të pasigurt se kurrë.